Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të shtundet 28 qershor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin BE grabitja e fondeve të bujqësisë, Greqia i shkarkon, Shqipëria i gradon. Spiun të Serbisë kontrollojnë qeverinë në Tiranë. Dosier analiza e gazetës Dielli të SBA-s në vitin 1925 mbi kontrollin e Tiranës nga Serbia. Presidenti Bayram Begaj vizit në Universitetin e Kalabrisë 50 vite në shërbim të ruajtjes me krenari të gjuhës dhe kulturës arbëreshe. PDPL deklarojnë se këto zgjedhje janë të palishme e nuk do të njihen shohi i drejtësisë me arrestimet politike. Zanafilla e konflikteve botërore, shkollore, familjare jap se në Shqipëri janë më të theksuara konfliktet politike e krajnore nga profesor Ilia Larti. Në gazetën Dita mund të lexoni a është ky oficeri që rekrutoi Berishën. Cili është thelbi i doktrinës politike Trump? Si ndodhi që trumpistët shqiptar u kthyen kundër vajzës së Trump për ishullin e Sazanit? Pse Rama u shfaq me avion të ndryshëm nga ai qeveritar në udhëtimin drejt samitit të NATO-s? Çfarë ndodhi me elektoratin gri në 11 maj? Grafik apatia. Mungesa e kontrollit të lejeve minerare rrit kostot mjedisore në Bulqiz. Nga rubrika e shëndetit, kur ka trupi nevojë për vitaminën B. Në gazetën Panorama mund të lexoni masakra ekologjike, kafshë të ngordhura e naftë mbi ujë, kërcënimi për lumin Vjosa. Super projekti Shqipëri aksionere me dhëndrin e presidentit Trump për resortin luksoz në Sazan. Shpronësimet, lista me përfituesit e fondit 300 milion lek. Simfonia e papërfunduar, misteri muzikor që edhe sot ma gjeps botën. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni Lupa po vjen Elbasani im. Presidenti i verdebluve synon lart, titulli është i mundshëm. Vlonjatët marrin si trajner spanjollin Carlos Garcian, kusht 2 trofet, flamurtari me tiktaka. Drithijet e një sezoni ja bilanci kuqëzinjve, Selmani akord me Teutën, Tirana mbetet thatë, sulmuesi Mandela, gjërat e mira duan kohë. Kasa ikur për Egnatian kërkon 80.000 euro, rinovon Bincuka, Partizani sot testi me Dinamon. Bisha Alandja kalon Mesit e Ronaldos, bilanci kush shpëton dhe kush jo tek Interi. Reali nis tu fus frikën rivalve.